programin e PD-s për këtë. Pyetja ime është, a do të ketë Partia Demokratike protest tjetër në këtë verë, po them ose në vijim, dhe do të ndryshoni strategji për mënyrën se si do t'i bëni këto protesta, apo si edhe më parë? Zoti Kume, qëndrimi ynë ndaj protestës po e ri përsëris, ka qenë. Protestën nuk është e jona. Nuk bëjmë asnjë përpjekje në mënyrë absolute për ta akaparuar atë, as për ta përça. Marrim pjesë në protest me të gjithë mundësitë tona, me antarë dhe mbështetës, pa asnjë simbol partijak, thjesht si qytetar. Dhe kjo është të vërtet. Kanë marrë pjesë në tërësi deputetet, por si qytetar, kanë marrë pjesë me qindra dhe mijëra sipas rastit antarë dhe mbështetës tanë. Kjo protest është mbështetur në mënyrën më të fuqishme për 5 pikat e saj. 5 pikat e saj. Ato, lexoni, kanë qenë pika që ne i kemi mbrojtur me protesta në parlament dhe kudo. Dhe ne i mbrojmë. Nuk kemi thirrë protest tjetër. Jo, pikërisht për të mos bërë, për të mos shpërqendruar vëmendjen, interesin për këtë protest madhështore të qytetarëve. Nuk jemi dakord, kurse si me ndonjë slogan, por nuk kemi hapur polemik. Jo. Jo dhe jo. Kemi vendosur të marrim pjesë pa hap polemik, sepse nuk duam të shpërqendrohet nga asgjë nga protesta. Nuk ka patur në 30 që nga viti 90. Kjo është proteste e dytë më madhështore qytetare që ka njohur Shqipëria. Njohu edhe një tjetër protesten për armë kimike, edhe ajo e jashtëzakonshme ishte në tërësi proteste gjimnazistëve, siç e dini. Kështu që ne mbështesim protesten, i përmbahemi këtij qëndrimi në vazhdim. Çfarë do bëjmë ne tani se këtë drejt po? Kuvendi i Partisë Demokratike, pas ka ngel kjo duhet zëvendësuesi për ripërtritje. Po. Shpalli moton ripërtritje. I garantoi demokratët, mbështetësit e Partisë Demokratike, se ripërtritja është dhe do mbetet drejtim themelor i kësaj partije. Ne kemi vlera shumë të çmuara në gjirin tonë dhe do i promovojmë ato me vendosmëri. Partia Demokratike ka deklaruar organizimin dhe modernizimin e saj si veprimtari kryesore. Siç ju kam informuar, me Instituti Republikan Amerikan ka përgatitur për ne një platformë të shkëlqyer, e cila do zbërthehet në të gjitha nivelet e partisë për organizimin dhe modernizimin e partisë. Së treti, me 2 fondacionet më të famshme të qendrës së djathtë në botë, Konrad Adenauer dhe Heritage, ne kemi përgatitur vizionin e Partisë Demokratike. Pra, siç e shef, nuk mund të ketë pushime për këtë parti,
ka betej, ka punë dhe vetëm punë. Cila do të jetë marrëdhënia e Partisë Demokratike me Parlamentin? A do të vazhdojë bojkoti parlamentar me kushtin e shqyrtimit të 5 kërkesave të protestuesve? Nuk kemi bojkotuar